Speciale e Republikës së Kosovës ka ngritur akuzë kundër Faruk Mujka dhe Bisen Muzliukaj me të dhënat si akuzë për shkak se në ne ekziston dyshim i bazuar mirëse të pandehurit Faruk Mujka dhe Bisen Muzliukaj në cilësi të personave zyrtar, Faruk Mujka në cilësi të nënkryetarit të komunës së Mitrovicës, ndërsa Bisen Muzliukaj në cilësi të drejtorit të drejtorisë për gjeodezi, kadastër dhe prunë në komunën e Mitrovicës, me dashje dhe duke shfrytzuar detyrën zyrtare, kanë tejkaluar kompetencat e tyre në qëllim të përfitimit të dobisë pasurore të kundërligjshme për personat e tretë dhe në dëm të pronës publike në atë mënyrë që në datë 25/4/2021 i pandehuri Faruk Mujka, duke vepruar në emër të kryetarit të komunës së Mitrovicës së Jugut dhe i pandehuri Bisen Muzliukaj në pozitën e drejtorit të drejtorisë për gjeodezi, kadastër dhe prunë në të njëjtën komunë, i kanë paraqitur Kuvendit të komunës së Mitrovicës propozim vendimin për këmbimin e pronës së paluajtshme, konkretisht pjesën e njësisë kadastrale lokalit Afares në objektin me numër të njësisë kadastrale 071208 072 01413 015 në sipërfaqe prej 139 metra katror nga sipërfaqja e përgjithshme e objektit prej 631 metra katror me lokacion në rrugën Afem Zhitia në Mitrovicë, ndërtesa administrative e ish bankosit në Mitrovicë, të cilin e kishin paraqitur kimse si pronë të komunës së Mitrovicës së Jugut, për këmbim me parcelën kadastrale numër 71208072 01902 me sipërfaqe të përgjithshme prej 102 metra katror, pronë e paluajtshme e regjistruar sipas kadastrës në pronësi të personit fizik Besarta Isufi në rrugën Ali Zeneli në Mitrovicë. Edhe pse të pandehurit e kanë ditur se prona e tillë nuk ishte prunë komunale dhe se lidhur me të ekzistonte kontest gjyqësor i iniciuar në bazë të padisë AKP-s zyra rajonale në Mitrovicë dhe ndërmarrjes shoqërore Jugobanka Mitrovicë, evidentuar në gjykatën themelore në Mitrovicë me numër të lëndës CNR 206/2013, e po ashtu duke qenë në djeni se Kuvendi i komunës së Mitrovicës tashmë 2 herë kishte marrë vendim për shpalljen me interes të posaçëm publik të objektit të ish bankosit ku ndodhej edhe prona në fjalë me datë dhe atë me datë 30/8/2012 dhe 23/2/2017, në bazë të cilit ishte kërkuar nga bordi i AKP-s bartja e së drejtës së shfrytëzimit me qenë se prona nuk ishte në pronësi të komunës. Të dy të pandehurit vepruan kështu në dëm të interesit publik dhe në kundërshtim me ligjin për dhënien në shfrytëzim dhe këmbimin e pronës së paluajtshme të komunës dhe rregullorën numër 09/2020 për përcaktimin e procedurave të dhënies në shfrytëzim dhe këmbimin e pronës së paluajtshme të komunës, në bazë të cilave në rrethana të tilla ndalohet dhënia në shfrytëzim dhe këmbimi i pronës me pronë private. Me që rast të pandehurit i kanë shkaktuar dëm të konsiderueshëm AKP-s në vlerën e objektit të tjetërsuar, këmbyer që ishte llogaritur të jetë 125.100 euro, me këtë të pandehurit Faruk Mujka dhe Bisen Muzliukaj në bashkëkryerje kanë kryer veprën penale, keqpërdorimi i pozitës apo autoritetit zyrtar, sankcionuar me nenin 4.4 paragrafi 2, lidhur me paragrafin dhe nenin 39 të Kodit Penal të Kosovës. Në ndër, ekziston dyshim i bazuar mirë se i pandehuri Faruk Mujka në cilësi në personit zyrtar për shef ekzekutiv i ndërmarrjes publike hidroekonomike i Përlepenci, i cili sipas ligjit aktualisht në fuqi për deklarimin, prejardhjen dhe kontrollin e pasurisë dhe të dhuratave, ishte i detyruar të bëjë deklarimin e pasurisë. Nuk i ka paraqitur të dhënat e kërkuara në deklarat, në atë mënyrë që nga një datë e pa vërtetuar deri në datë 15/7/2023, në shtëpinë e tij ka poseduar shumën prej 60.050 euro. Shumë kjo e gjetur dhe sekuestruar gjatë zbatimit të urdhër kontrollit të gjykatës në shtëpinë e tij në Mitrovicë, të cilat nuk i kishte paraqitur fare në formularin e deklarimit të pasurisë së vitit paraprak në Agjencinë për Parandalimin e Korrupsionit, ashtu siç ishte i obliguar sipas ligjit, edhe pse ka ditur se në deklarat duhet paraqitur të gjitha të dhënat edhe për shumat kesh që posedon. Me këtë, i pandehuri Faruk Mujka ka kryer veprën
mos raportimi apo raportimi I dhënë I pasurisë, I të ardhurave, I dhuratave, I lobistit të materiale, ose I detyrimeve financiare nga nimi 430 paragrafi 2 Kodit Penal të Kosovës. E acuzului fară Monica. Acuzăm la acuzul la tine nevoie de cearin de stradata acuzului. Ningar cu altul de trapenone, țilește primul de trapenone. Nu pe planul în care se instalațiile de la trapenone, ce se mai la volta acuzului de bun. E acuzului se sale zdiucă, e che mi cuptul acuzul, la tine nevoie de cearin de stradata. Apauțime de zonă? Absolutisht, u akuzat. Si dhe shqendrimi jo era ta Absolutisht I pavarësh. I pavarësh. Brojci ka kanë pajton me qendrimin e bandërave e kohëve konstitucionale të penale. Që me qenë se të akuzuarit nuk e planuar parësi për vepra penale të të cilat akuzohet, gjykata me la duhet. Seansa e shërbimit të mesat përfundon, udhëzohen të pandorit të ndrojtësit e tyre, që na patin kohët e vepre të paraqisin transfer gjykate, kërkesë për huljen e akuzës dhe kërkesë për kundërshtimin e provave në të cilat është mbështetur akuzë. Nëse ka dikush tjetër, a ka dikush tjetër me shkruaj diçka, ne konstatojmë të përfunduar shtancën e shkrimit të listë. Përfundon në ora 09:12 minuta. Kemi në shkruaj procedurën. Mirë.